Nisur nga kushtet atmosferike të ditëve të fundit, bllokimi i akseve rrugore nuk është problematik në qarkun e Elbasanit. Sipas drejtorit të rrugëve rurale në këtë qark, zoti Ardian Cani, ka patur disa bllokime aksesh, të cilat kanë qenë të përkohshme, pasi nga ana e kësaj ndërmarrjeje, situata po monitorohet. Sipas Canit, problemet bllokimit të rrugëve hasin kryesisht ato akse, të cilat për shkak të terrenit preken nga fenomeni i rrëshqitjes së dherave. Gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit kemi pas problemet shumëta në gjithë qarkun e Elbasanit. Po siç e shikoni dhe vetë, jemi në gatishmëri me gjithë punëtorët në Ligbrazh, në Gramsh, në Beqin, në Belësh dhe në Elbasan. Aktualisht ka shtruar një aks rrugor këtu që ka pas shumë rrëshqitje dheu, masa të mëdha dheu, rrëshqitje masive ka, shiu ka qenë shumë në rëmbyshëm në qarkun tonë. Aktualisht sot, sipas informacionet që kam në Gramsh, ka pas rreshje të shumta shiu. Të gjithë akset e qarkut të Elbasanit janë të hapur. Asnjë aks nuk është i bllokuar. Aksi Beqin Elbasan është i hapur, aksi Beqin Gramsh është i hapur, aksi Elbasan Qafthan është i hapur. Të gjithë rrugët orale që kanë dispozicion drejtoria jonë me mbajtjes rrugë orale janë në gatishmëri dhe janë të kalueshme. Aktualisht kemi probleme në Gramsh, në Kukur, në Sulk, edhe në Skënderbekas, në bashkëpunim me kryetarët e komunave atje dhe me punëtorët tanë, po bëjmë të mundur hapjen e tyre. Në akset nacionale të qarkut të Elbasanit, probleme ka pasur në aksin Elbasan Qafkërapsi dhe Elbasan Qafthan. Ndërsa në akset rurale, probleme paraqiten në rrethin e Gramshit, konkretisht në aksin Gramsh-Kukur, si dhe Gramsh-Poroçan. Duke qenë se situata sa vjen dhe përkeqësohet për shkak të periudhës së dimrit, nga ana e drejtorisë së rrugëve rurale në qarkun e Elbasanit bëhet e ditur se janë marrë të gjitha masat për grumbullimin e skorjes së të kripes për të gjitha rrugët në rast bllokimi.